Kur imuniteti politik sfidon drejtsinë Rasti Balluku dhe mesazhi I rrezikshëm I pushtetit ndaj SPAK-ut fakti që Belinda Balluku, ministre e infrastrukturës dhe energjisë, vijon aktivitetin e saj institucional normalisht, pavarësisht se është zyrtarisht nën akuzë nga SPAK për pabarazin e tendera, është një alarm serioz për funksionimin real të shtetit të së drejtës në Shqipëri. Në letër, drejtësia vepron. Në praktik, pushteti qeveritar reziston. Drejtësia e kufizuar nga politika Balluku u hetua fillimisht me 2 masa sigurie, përfshirë edhe pezullimi nga detyra, mas që u rrëzua më pas nga gjykata kushtetuese. Që prej atij momenti, mesazhi politik ka qenë I qartë. Funksioni politik prevalon mbi hetimin penal, ndërkohë di zhvartësit e saj, Gentian Gjyli dhe Eral Delezi, të përfshirë në të njëjtën dosje dhe të vendosur në arrest shtëpie, u larguan nga detyra në fund të dhjetorit 2025. Jo për të çliruar institucionin nga hija e hetimit, por për ta rikonfiguruar kontrollin politik mbi të emërimi që flet vetën kryet autoriteti rrugor shqiptar u emërua Ami Kozeli, ish zëvendësministër I infrastrukturës. Një lëvizje që u lexua gjerësisht si vazhdimsi e drejtpërdrejtë e ndikimit të ministrisë, jo si distancim institucional nga një dosje penale aktive. Vetëm pak ditë pas marrjes së detyrës, Kozeli hapi me procedurë të përshpejtuar 4 tendera të rinj, me vlera miliona euro, për kantiere rrugore ende të papërfunduara dhe që kërkojnë fonde shtesë. Ky veprim, në mes të një hetimi penal për tendera, nuk është thjesht administrativ. Është politik. Sfidë e hapur ndaj SPAK-ut. Hapja e tenderave në këtë fazë perceptohet nga burime kritike si një sfidë drejtpërdrejtë ndaj SPAK-ut. Hetimi vazhdon. Dosja për heqjen e imunitetit I është dërguar kuvendit, por ministria vijon të ushtrojë pushtetin të firmos, të ndikojë dhe të orientojë fonde publike. Kjo situatë krijon një precedent të rrezikshëm, ku një ministër në akuzë nuk ndalet, por forcon kontrollin mbi institucionet që menaxhojnë paratë publike. Roli I kryeministrit. Mbrojtjen këtë panoramë, përgjegjësia politike shkon përtej një ministreje. Edi Rama, përmes mosveprimit dhe mbrojtjes politike, shndërrohet në faktor kyç të pengimit dhe fatës të drejtësisë, kur qeveria nuk distancohet nga një ministër në akuzë, e nuk e pezullon politikisht dhe lejon vazhdimsinë e vendimmarrjes financiare, atëherë mesazhi është I qartë. Imuniteti politik qeveritar është mbi ligjin. Drejtësia në Rasti Balluku nuk është më thjesht një dosje penale. Është test për SPAK-un, për kuvendin dhe për vetë pretendimin e qeverisë se Shqipëria po ecën drejt shtetit të së drejtës. Nëse një ministër në akuzë mund të vazhdojë të ushtrojë pushtet të plot, të ndikojë tendera dhe të kontrollojë institucione, atëherë problemi nuk është vetëm korrupsioni. Problemi është kapja politike e shtetit dhe normalizimi I pengimit të drejtësisë nga vetë qeveria.